Sot për vizitë zyrtare në Myftininë e Tetovës ka qëndruar Miftiu i Shkodrës Muhamet Sytari. Ai është pritur nga Miftiu i Tetovës Elver Xhemaili, ndërsa qëllimi i vizitës është pjesëmarrja e Miftiut të Shkodrës në një tribunë që do të mbahet në xhaminë e fshatit Kallnik, kushtuar festave të nëntorit. Është një kënaqësi shumë e madhe me u taku sot në Myftininë e Tetovës me vëllaun tim të vjetër edhe mikun e shtrejt, Miftiun e Tetovës, doktor Elver Xhemaili, edhe me ftesën e zotnisë të këtij ftesë bujare, do marrim pjesë bashkërisht në një aktivitet i cili hedh dritmi rolin edhe kontributin e hoxhallarëve, por jo vetëm, në çështjen kombëtare. Si të thush, sot jemi për kauzën tonë të përbashkët edhe islame dhe të kombëtare, edhe për të përçuar disa mesazhe që na interesojnë të gjithëve, drejt forcimit të harmonisë, vllaznisë, bashkëpunimit edhe rujtjes së ekuilibrave të kësaj vllaznie që kemi me njëri tjetrin. Falenderoj Muftiun e Shkodrës, të nderuarin Muhamet Sytari, që gjeti kohë të përgjigjet ftesës tonë që të jetë mysafiri ynë këtu në Tetovë, në Muftini, me një njetë që të zhvillojmë një aktivitet të përbashkët që do të mbahet sonte pas namazit të yatsis në xhaminë e fshatit Kallnik. Dhe është një aktivitet, ashtu siç e tha edhe Muftiu, i ndërlidhur edhe me çështjen fetare edhe atë kombëtare. Por sot kisha nderin unë ta mirëpres në zyrat e Muftinisë, Muftiun e nderuar. Kaluam disa çaste të bukura duke biseduar rreth aktiviteteve dhe bashkëpunimit të ndërsjellë, duke shpalosur edhe idetë edhe programet në të ardhmen që mund t'i realizojmë bashkarisht si Muftini e Tetovës dhe Muftini e Shkodrës. Në tribunën e cila është titulluar Pesha e dietarëve islam në formimin e vetdijes kombëtare, folës në këtë tribunë do të jetë Miftiu i Shkodrës Muhamet Sytari, Abdullah Shaqiri, Semir Shehapi dhe Avni Nebiu.